Dhe dihet mirë farë tonusi i politikës dhe i politikanëve shqiptar anë edhe mban pra ku jetojnë shqiptarët, në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe një nga këto kontributet që në një farë mënyre meriton respekt qytetar është edhe pjesëmarrja e trupave tona në inkuadrimin e ushtrisë së NATO-s në Afganistan, në Irak, apo Bosnjë Hercegovinë e tjera. Pra këto janë përgjithësi merita kolektive, kombëtare, por në emër të lirisë, në emër të paqes. Por, gjithsesi, dhe politikanët tanë nuk janë pa tonus në politikën ndërkombëtare. Në qoftë se keni dëgjuar një ngjarje kohët e fundit, një politikan i shquar i Kosovës është i ftuar si mediator në palë me qeverin, pra i një grupi, të themi, rebel, por që gjithsesi kështu këtë emër ka, dhe ai ka një emër, është i shquar, luftëtar i shquar i Kosovës, i UÇK-s, ish kryeministri i Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, i cili para se të shkojë atje, kalon në Portokalli një herë. E presim! Më pëlqen, pritë me këngë, pritë me atmosferë. Mirë se erdhe, zoti Ramush. Mirë mbrëma edhe mirë si u gjeta popull shqiptar, pranon nderimet e krejt Kosovës. Mirë si u gjeta. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Shne të më thënë që je kështu si Rambo? Shiko, që ta shpjegoj. Emri im e vërtet është Ramush Haradinaj. Po, edhe shkurt mund është me thirë Rambo. Edhe mund Afrikë, do me thonë, njohin me këtë emër, edhe më kanë ftu me negociu, me qenë negociator për paqe mes Ugandës dhe nuk e di kujna. O mirë, kur të shikojnë, si mund të të thrasin ty ugandezët? Shika, është interesant se mu në Ugandë më thrasin në Rambo. Shumë bukur, po me sa kuptoj ju, ose më saktë, me sa dim, kryesisht paqja vendoset me bisedime. Shika, unë e kom shkru për me vendos paqja atje. Për paqja po vetë tipo, shtatë automatik, te pistoleta... Shika, është e vërtet që paqja vendoset me bisedime, po bisedimet vendosen me armë. Pse thuti? Që ta shpjegoj une. Shkon ta kon dy palit, ju thu, do një me negociu me njëna tjetërën, jo, thonë ata. Atër ti u mush meren me konsensus, që është mjetë pasor. Në qofë se nuk bën pun kë konsensusi, është grusht i sushi, po, edhe kë mjetë shumë i vequm, pas taj kemi edhe shqelem susin, edhe disa sus atjerë që janë mjetë pasore. Fantastike, E bukur. Ju keni krijuar në biografinë tuaj politike një eksperiencë dialogu, apo jo? Shiko, është e vërtet, unë kam shumë eksperiencë në vendosjen e dialogëve, do me thonë si personalitet politik, dhe si rjedhoj e kësaj, do me thonë, unë nuk flas me kryeministrin e fërkoshëm të Kosovës, ashim thaqin. Ashtu, po patjetër që flet me presidenti zoti Fatmir Sejdiu. Jo, as me ta nuk flas. Nuk flet as me të? Jo. Po atëre me zot kryeministri zoti Nurettin Kuqi, patjetër, apo jo? Po me to, moti që 10 vjet nuk flas hiç bile. Jo. Po që nge mirë për dialog pastaj. Shika, Hashim tha që edhe Fatmir Sejdiu nuk janë kur gjohëm krasim me mu. Do me thonë, unë jo maj forti. Më i zoti kush është si pas jush me fjallë? Midis të treve. Pse? Qe e të kalzaj. Ata ma kanë marrë me hile mu fështetin Kosovë. Do me thonë, kur kom qenë unë në hak, ata i murën zgjedhet. Edhe shika ta kalzaj një njare që ka ndodhë mes aty në dyve. Ata dy po bëshin mua vetë me njëni tjetër. Debat. Po, debat. Edhe ta shashim tha që të i thonë Fatmir Sejdiu, unë jam politikan maj mirë. Fatmiri ty ja vo Hashimit, jo unë jam maj mirë, ja ty jam maj mirë, dikur ja vën Hashim tha që Leo Fatmir Sejdiu tha se unë jam Ramush për ty. Në më thënë ti e më i miri. Sigurisht. Po mirë, mos ndoshta po shkon në një teren panjor e njeh Afrikën? Shika, ky mision i vështirë mund quhet për ata që nuk e njohin Afrikën. Po unë personalisht e njoh shumë mirë Afrikën. Se keni qenë? Po, jo, s'kom qenë atje, po kom qenë i pari klasës në gjeografi dhe e njoh me shumë vylla Afrikën. Ashtu, ë? Po. Faleminderit. Na shpjego pak kështu si gjeografia Afrikën me fjalë. Shiko, Afrika është vendi për vimale të larta që quhen Amazone, do me thonë, dhe kalon lumin Nil. Mississippi. Jo, Nil.
Nil. Po, në Fermesh. Është i fermat për male të larta, ku në ato male ka shumë luaj, tigra, kafë të rëzikme, besava... Ti mes atyre do vesh? Ja, unë e shvijane, ja. Mu shumë përshimu. Nuk e vijane, unë e shkoj t'i kap tjetër. Do me thonë edhe ati njerës kanë shumë frikë, do me thonë edhe fërë që ata quët Afrika. Prandaj quët Afrika. Afrika. Po, shika, kur të më shojnë mu atje, tje që i vindën kanë mu dhinë nga Afrika. Më falin shpreje. Po. Në momentin e pritjes këtu në skenën e Portokallisë ne ju ofruam një atmosferë muzikore. Ju do shkoni në një betejë politike. Po trimat në përgjithësi kur shkojnë me patjetër shoqërojnë me një këngë. Ju keni zgjedhur një këngë që do shoqëroni këtë luftë tuajin? Po, është e vërtet, unë e kom qitë një këngë për këtë punë, do me thonë që vëshkoj në Ugandë, edhe kënga quhet Në Ugandë vjen një tufan. Ta dëgjojmë të lutem orkestra, mundemi? Po, mund ndimash. Në Ugandë vjen një tufan, shkojnë ramushi o flot me armë, kushoj fari nuk kanë që frini, o ati tonë ramush,